Festa e Amantjas, një traditë mira vjeçare, u festua edhe këtë vit në fshatin Ploç të Bashkisë së Selenicës, një traditë që jeton ndër breza dhe shërben jo vetëm si festë e zonës, por edhe një takim brezash. Këngë, valle, aktivitete të ndryshme sportive, por edhe shpalosje traditave të zonës edhe gatimeve tradicionale. Për kryetarin e Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj, kjo festë nga viti në vit ka marrë për masa më të mëdha, duke u festuar ndër vite në forma të ndryshme, të cilat krahas banorëve të zonës, sipas Bellajt, tërheqin edhe vëmendjen e turistëve. Bellaj thot se pikërisht ky është fokusi i Bashkisë së Selenicës, që jo vetëm të mbështes, por edhe të reklamojë të tilla aktivitete, të cilat kthehen në festë për fshatrat dhe tërheqin më tepër turistë. Festa e Amantjes nuk daton sot, po daton me vite. Është një traditë e vjetër dhe ne si Bashkia e Selenicës vazhdojmë ta ruajmë këtë traditë. Kjo traditë këtu ka vazhduar në forma ndryshme, njëherë e bënin fshati, ndonjëherë sponsorizonin biznesmen të ndryshëm, kurse në drejtimin që e Bashkisë së Selenicës, këto 2 vite ne kemi marrë përsipër për ta organizuar dhe kontribuar 100% bashkia, duke biseduar, duke rakorduar dhe me fshatin këtu të Ploçës. Bashkia ka një fokus të veçantë për zhvillimin e këtyre aktiviteteve, dhe pikërisht këtu në Amantje, sepse Amantja mbart një histori që i kalon kufit e Ploçës, i kalon kufit e Selenicës, Vlorës, gjithë Shqipërisë, sepse është një pasuri kombëtare. Dhe sa më shumë ne ta promovojmë Amantjen, aq më shumë i bëjmë nderin zonës, i bëjmë nderin vetes tonë, sepse provimi i kësaj sjell turistë vizitorë të ndryshëm këtu. Dhe sot festa që ne bëjmë, simbolikën e saj ka lojrat popullore, pra që si futbolli, basketbolli, lojrat me dorë, boksi, dhe së bashku me këta ne bëjmë dhe një aktivitet kulturor dhe e kthejmë si një ditë feste fundjavën e fundit të majit, cila bëhet gjithmonë në Amantje. Vullnet Sinaj si deputet i zonës tregon se kjo festë sjell në kujtesë historinë mijëravjeçare të popullit ton duke shërbyer si trashëgimi ndër breza. Një festë kjo që sipas Sinajt organizohet me mbështetjen e Bashkisë së Selenicës, por edhe të vetë banorëve të zonës. Një traditë mijëravjeçare nga të parët tanë në shekuj dhe trashëguar sot në brezat tona për një kujtesë të historisë kaluar të popullit tonë që merrte pjesë në garat olimpike në Athinë. Është një traditë që e mbështet bashkia bashkë me banorët e zonës, sidomos me personin Adriatik Brahimi, që është bërë si një legjendë e organizimit të kësaj feste, i cili edhe pse ka pas vështirësitë më pashme, sot gjendet mirë me kryetarin me Bashkinë e Selenicës në organizimin e kësaj feste. Kemi edhe një qershorin sot, festën e fëmijëve, që duhet i urojmë ata ta gëzojnë një qershorin, është ditë e veçantë dhe për të gjithë fëmijët në Shqipëri. Lumturia atyre është kënaqësia e çdo prindi, kështu që i bëm të dyja festat bashkë. Unë s'jam ndar asnjëherë nga kjo festë, sa kam qenë këtu në zonë edhe si kandidat, edhe si deputet, jam munduar të jap kontributin tim. Dhe që ta organizojmë sa më mirë këtë festë, sepse të gjithë banorët e zonës, po flas edhe më tej turistët edhe nga zona tjera, ka nevojë për të argëtuar në një farë mënyrë. Sinaj tepër i lumtur edhe për votbesimin nga banorët e Selenicës dhe jo vetëm, të cilët i siguruan atij një mandat të tretë qeverisës. Deputeti Vullnet Sinaj thot se nga takimet me banorët e zonës ka evidentuar problematikat që ata vuajnë sot në fshatrat e tyre, teksa garanton se do të jetë zëri i banorëve për të lobuar për investime të reja. Këtë mandat të 4 të qeverisë Rama, Sinaj thot se do të jetë mandati i investimeve madhore për Selenicën, por jo vetëm. Në mandatin tim të tretë mendoj që si një deputet me eksperiencë, me 2 mandate
të mëparshme ku di shumë se si funksionon politika dhe se si lëvizin investimet e qeverisë, mendoj që duhet mandati konkret në investime në zonë, pra një mandat që nuk do ketë më nevojë që unë të njihem në popull, pasi populli mua më ka njohur dhe më ka votuar masivisht, por duhet mandati investimeve konkrete, ku do ndërtoj vetë si deputet një plan masash dhe do mundohem të prek investime të ndryshme si në turizëm, në bujqësi, por jo vetëm në zonën time, por edhe në qytetin e Vlorës kam projekte, pasi në njohjen që pata në gjatë fushatës me zonat të ndryshme të Vlorës, së shpejti do rikthehem në ato zona, tashmë jo për të bërë një fushat si kandidat për deputet, po për të kërkuar bashkë me banorët një zgjidhje për ato probleme që kanë ato zonat caktuara në qytetin e Vlorës. Përgjatë aktiviteteve ka përshëndetur me fjalën e tij dhe prefekti i Qarkut të Vlorës, Platon Nesturi, i cili i vlerëson aktivitetin e mbi të gjitha, për kujdesin që kjo fest tradit e trashëgohet ndër breza. Nesturi thot se festat të tilla i japin më tepër vlera fshatrave si Ploça, Amantja e mbi të gjitha vendeve historike që gjenden në to. Jam shumë i nderuar që jam këtu sot bashkë me ju. Këtu jemi jo vetëm në zemër të maleve, por jemi edhe në zemër të historisë. Dhe kjo e bën veçantë këtë vend, po ju bën veçantë edhe juve, sepse jeni pjesë e një trashëgimie kaq të rëndësishme për vendin tonë. Ajo çfarë ka vlerë më tepër është që gjithë ky aktivitet t'i shërbej në të ardhmen edhe një fluksi më të madh, jo vetëm turistik, duke bërë Amantjan dhe gjithë zonën këtu një pikë më të tërheqshëm dhe më të dashur për t'u vizituar, por nga ana tjetër i jep edhe vlera pikërisht se trashëgimia kulturore në cilën i ka të trashëguar kjo zonë. Unë falenderoj kryetarin e bashkisë lidhur me iniciativën dhe përpjekjet e vazhdueshme, njëkohësisht edhe deputetin e zonës, zotin Vullnet Sinaj, i cili duket që është ndruar dhe një mecenat për promovimin e artit, të folklorit, të kulturës së kësaj zone, dhe që i bën nder të gjithëve. Banorët e zonës vlerësojnë organizimin, teksa thonë se kjo fest shërben edhe për të takuar së bashku bashkëtarët e tyre që vinë nga qytetet apo shtetet të ndryshme e për të kaluar momente të paharrueshme së bashku. Festa e Amantjas festohet në Parkun Arkeologjik me të njëjtin emër, i cili është vend me histori të lashtë mijëravjeçare, që deri më tani është zbuluar vetëm 10% e tij, e shumë gërmime vazhdojnë në të ende për të zbuluar qytetërimin e lashtë të historisë shqiptare.